Mirë, ja kur rikthehemi sërish në program, është momenti tani që të luajmë një lojë, sa herë që jemi shumë veta na vjen të luajmë. Tani do jetë një lojë që kush jep përgjigjen e gabuar, por ata që kanë parë Squid Game, dihet se çfarë. Për ne që se kemi parë, shpëtuam. Kështu që keni kujdes, unë jam i përjashtuar nga ky rregull sepse po bëj kuizin. Por që na jep të bëj un kuizin alert përjashtuar. Por që player 47 eliminate. Mirë, se sa mirë e njohim James Bond, tani nuk pretendojmë ta njohim shumë mirë, po me anë të këtyre përgjigjeve të gabuara apo të sakta që do t'japim, do të mësojmë diçka më tepër rreth serive në vitet të James Bond. E nisi me një pyetje shumë të thjeshtë dhe do t'jepni secili nga një përgjigje. Tani seritë e James Bond janë bazuar në novelat e autorit Peter James, Ian Gold, Peter Finch apo Ian Fleming. I fundit. Ian Fleming. I katërti. Është shumë serioze gjë. I fundit. Përgjigjja është përfundimtare. I fundit, okay. Player 47. Jo, ai ishte Ian Fleming i fundit. Po, i fundit. Ai dakor, shumë dakor. Tash ishte sa për hapje. Okej. E qepa. Unë e qepa. Cili është filmi i parë i James Bond? Dr. No, Casino Royale, On Her Majesty's Secret Service apo For Your Eyes Only? Duhet i them edhe një herë titujt apo? Ja dhe një herë, Dr. No, 62. Okej, përgjigja juaj. I fundit prap. For Your Eyes Only. E treta që ishte më e gjata apo jo? On Her Majesty's Secret Service. Atëherë përgjigja e saktë. Kush? Është e Klemit, është Dr. No. Bravo. Duket kush i ka parë. Duket kush ka parë Squid Game. Ajo shpreha Bond, James Bond. My name is Bond. Po, okay. Në cilin film Daniel Craig luajti për herë të parë 007-ën? Skyfall, Spectre, Quantum of Solace, Casino Royale. Trash? Quantum of Solace. Po, jo, ishte, domethënë është përgjigja, po. Quantum of Solace. Të shpëtojmë. Klevi cila është përgjigja. Bashkojmë me parafolës. 3 players eliminated. Casino Royale. Casino Royale. Ikëm të gjithë bashkë pak. Nuk kemi përfunduar. Këto jam i bindur që nuk e dim asnjëri, po le të përpiqemi të kemi pak fat. Domethënë unë e di. Kemi edhe pak i. Kush performoi si më thën kolonën zanore tek Live and Let Die? Elvis Presley, Rolling Stones, Paul McCartney apo Diana Ross? Një nga ata. Bravo Kemi. Njëri nga ata. Paul McCartney. Beri? Patjetër që ky e Klemit. Okej, tash po bëni me hi. Edhe një alternativë? Është Paul McCartney, u dosh. Okej. Ja mendem në lojë. Shiko se te ai filmi edhe fitoi lek në fund i Squid Game që the. Po, është edhe një çmim i madh. Hajde, nxjerri lekët tani për Klemin. Po do ta themi në fund, Kemi edhe dy pyetje të fundit. Cili aktor bëri paraqitjen e tij të parë në James Bond tek filmi Golden Eye? Daniel Craig, Roger Moore, Timothy Dalton apo Pierce Brosnan? Klemi të ty i kemi syt. Po jo, më fal, do ta japi Klemi, do ta japi i fundit përgjigjen. Qa viti është ky filmi? Nuk e dim vit. Kam dimën e shokut. Unë i bëj pyetje. Jetë një alternativë. E treta e vërteta prap? Timothy Dalton, përgjigje e gabuar. I besoj. Roger Moore, jo, ishte Pierce Brosnan. Humbi dhe Klemi, okay. Jemi tek pyetja e fundit, për pastaj çmimin e madh. 100.000 euro. Kush ishin prindrit e James Bond ose si quheshin? Charles dhe Sofia, James and Lily, Thomas and Martha apo Andrew dhe Monica? Nishi? Po. Prindit e Harry Potterit ndoshta po James Bondit. Okej. Edhe eri duhet përgjigjesh? Jep një numër nga 1 Ka 25% mundësi që të jetë saktë. Bravo!
Tani ato lekët kush i merr? Kush vjen në fundit fiton. Andrew dhe Monika. Okej. Çmimi i madh është Me emrin Bond. një stil. Okej. Ishte shumë interesante kjo loja, u bë pak rrëmuj dhe shpresojmë që të kenë kuptuar diçka dhe ata që na dëgjuan, por çmimi i madh u dha tani çfarë ngeli pa na thënë ndonjë gjë përpara se të përshëndetemi. Venom, besoj se Venom na ka ngel pa Ne thënë. kemi interes të madh shumë që Tom Hardy jep përsëri një performancë të shkëlqyer me Woody Harrelson. Ishte fantastik. Kështu që Carnage është Let titulli there be. i filmit Venom është Carnage, Carnage. kështu që le të bëhet kërdia. Le të bëhet javën na. tjetër. Okej. Kështu që e zgjidhni vetë. Keni James Me 14 Bond tetor. me 14 tetor, kemi edhe Venom, kështu që mundësitë janë vërtet shumë të mira dhe besoj që do t'i zgjidhni të dyja premierat. Mirë, Faleminderit që shumë. ishte sot, u argëtuam Faleminderit shumë juve, dhe pa. kishim kohë që nuk kishim bërë kaq qejf në studio së bashku. Do rishjemi Na dhe vini më dëgjojmë shpesh, prapë. Do vim. Mirë, ne do studiot e të ne do të jemi sërish bashkë vetëm pas pak. Mirë, rikthehemi në këtë pjesë të fundit për të folur tani për një film shqiptar i cili aktualisht ose të paktën gjatë kësaj jave do të shfaqet në një festival ndërkombëtar filmi. E kemi fjalën për The Albanian Virgin, e cila do të shfaqet në premierën botërore në festivalin e filmit në Varshavë, një festival që ka nisur sot dhe do të mbahet deri në datën 17 tetor me regjinë e Bujar Alimanit. Filmi i çon ngjarjet në fakt në Shqipërinë e vitit 1958, ku një djalë dhe një vajzë rriten së bashku në të njëjtin fshat. Ata janë miq të mirë. Luana është vajza e një njeriu të mirë dhe shumë të respektuar, ndërkohë Agimi biri i tradhtarëve, të cilët u ndaluan nga qyteti nga komunistët. Pavarësisht nga këto rrethana të pafavorshme, të dy ruajnë miqësinë e tyre për 10 vite dhe si një grua e re, Luana përjeton gjithnjë e më shumë se të jesh grua është një mallkim dhe ndërmerr veprime të pazakonta, duke i dhënë fund situatës së saj si viktimë dhe fiton fuqinë për të vendosur vet. Luana luhet nga Rina Krasniqi, një portret i një aktore e vërtet shumë interesant që përfaqëson të dyja figurat njëkohësisht, edhe vajzën e brisht, le të themi atë viktimën e shoqërisë në realitetin e asaj kohe, por nga ana tjetër edhe burrneshën. Në fakt duke i kjo, sepse është publikuar traileri i këtij filmi, edhe Rina duke i me të vërtet një aktore shumë potenciale dhe të jepte vërtet një energji shumë të fortë pikërisht të kësaj burrneshës që ti the pak më parë. Megjithatë, nga traileri kuptova që ishte një realizim shumë i suksesshëm nga ana e fotografisë dhe nga ana e videos. Kishte ca ngjyra, nuk e di domethënë që bënte dallimin direkt me filmat e tjerë ndoshta që kemi parë deri tani prodhime shqiptare ose bashkëprodhime shqiptare dhe të huaja. Me ca plane shumë të bukura, kështu që kam përshtypjen që presim shumë nga ky film. Duke qenë se edhe traileri pati shumë sukses në rrjetet sociale. E vërtet, ka pasur shumë reagime, shumë përqime, kanë publikuar trailerin dhe mezi po e presin, kështu që ishte thjesht një prezantim, por ne do të ndalemi sërish, kam përshtypjen tek ky film edhe në puntatat e ardhshme, besoj do të flasim edhe me regjisorin e këtij filmi. Edhe në fakt regjisori nuk është për herë të parë që merr pjesë në festivale të tilla, sepse filmat e tij Amnistia, Krom, Delegacioni janë shfaqur në shumicën e festivaleve ndërkombëtare dhe madje edhe në festivalet e kategorisë A, si për shembull Amnistia në Berlin apo Delegacioni në Varshavë. Gjithashtu Amnistia është i vetmi film shqiptar që është shfaqur në Muzeun e Artit Modern MoMA në New York në janar vitit 2012, kështu që duket që produksionet e Alimanit janë shumë të suksesshme ndërkombëtarisht. Ne shpresojmë që do t'i sjell edhe në kinemat e vendit ton pas shfaqjes në premierë në këtë festival ku tani po merr pjesë. Ndërkohë duhet thënë që është një bashkëpunim me skenaristen gjermane Katja Kittendorf. Super. Dhe besoj se po flisnim fakt edhe që parë kam përshtypjen që do ta kemi shumë shpejt këtë film mbas edhe këtu në Shqipëri dhe në kinemat shqiptare, po kjo mbetet për tu parë. Zoti Alimani në fakt ju përgjigj me shumë pozitivitet ftesës, duke e vlerësuar shumë programin ton dhe radion, por ndoshta për momentin është i padisponueshëm sepse sigurisht që është duke marrë pjesë në ceremoninë e ditës së hapjes sot të festivalit në Varshavë. E vërtet, edhe e kemi pak të pamundur të lidhemi me të, por nuk do ta humbasim këtë intervistë. Besoj që do ta kemi në mos puntatën e ardhshme shumë shpejt për të folur mbi këtë film. Mirë, kemi mbërritur ndërkohë në fund të programit edhe për sot, sigurisht kemi një quiz
të cilin e kemi lançuar javën që kaloi dhe fituesin e shpallim Jo si ai quizi jon në studio. Jo si ai. Ishte vërtet shumë fan. Ishte një quiz alla Squid Game në të gjitha mënyrat e tij. Megjithatë, kemi publikuar një foto ku kemi zbuluar vetëm syrin e një aktori shumë të njohur që unë e kam vërtet shumë qejf edhe luan edhe tek premiera e No Time to Die. Pra luan edhe tek Agenti 007 në këtë prodhim të vitit 2021 dhe bëhet fjalë pikërisht për aktorin Christoph Waltz. Ka luajtur tek Inglourious Basterds, Django Unchained, Spectre, një tjetër 007, Big Eyes, The Legend of Tarzan dhe shumë filma të tjerë. Është tipiku i karakterit ku luan zakonisht generalit nazist. Është një aktor shumë i arrir me të vërtet. Është 65 vjeç. Christoph Waltz është një aktor me përjardhje ose me origjinë më saktë nga Austria. Është austriak dhe është tipik nga këto nazistët në thonjza në karakter, në fytyrë, sepse ai është një njeri shumë i mirë, jo në këtë sens. Përgjigjen e saktë na kanë ardhur shumë alternativa në fakt dhe e kanë ngatruar shumë me Matthew McConaughey. Titi ka thënë. Ngjajnë vërtet? Një futbollist. Owen Wilson, Hugh Grant nuk ngjajnë shumë, por me sa duket në atë foto është ngatruar. Liam Neeson, Edward Norton, Matthew McConaughey ka pasur shumë alternativa. Por përgjigjen e saktë është e ka dhënë ku e kemi fituesen Juliana Dobrozi, e cila e ka sqaruar saktë në fakt aktori Christoph Waltz. Kështu që Juliana është bërë automatikisht fituese e 2 biletave për në Cineplex. Aq më tepër tani që jepet 007 mund të shkojë dhe të shikojë me këtë doj. Me këtë doj filmin e ri të 007-s, edhe besoj që do t'i pëlqejë shumë. Me që jemi në The Movies, kot kështu, me që jam edhe në atmosferën e ditëlindjes, sot feston ditëlindjen e Matt Damon, 51 vjeç. Do të thuash që e ke ditëlindjen në një ditë me Matt Damon, ëh? Edhe është një ndër artistët e mi preferuar. Me Matt Damon apo? Me sa di unë jo, por thjesht është një ndër aktorët e mi të preferuar, kështu që doja ta përmendja. Patjetër sot mund të thuash çfarë të duash, sepse faleminderit që më vastoni kaq shumë. Jemi kluar. Ishte vërtet shumë i këndshëm programi sot, kështu që një tjetër program mjaft interesant na pret edhe javën e ardhshme. Çdo të premte The Movies nga ora 14 deri në orën 15 me treshën e pandashme Arta, Edi edhe DJ Wizi. Ju përqafojmë shumë. Kalofshi bukur.